Në afërsi të fshatit Grabovë të Obiliqit, një grua 26 vjeçare u godet me gur sa ishte duke udhëtuar me trenin e linjes Prishtinë-Pej. Rasti ka ndodhur të shtunën dhe është evidentuar në raportin 24 orësh të policisë. Viktima femër kosovare ka njoftuar policinë se derisa ka qenë duke udhëtuar në tren drejtimi Prishtinë-Pej, dikush ka hedhur një gur në drejtim të trenit, ku ankuesja është qelluar në kokë. Viktima pas pranimit të trajtimit mjekësor është liruar, rasti në hetime. Lidhur me këtë incident, reagim kanë lëshuar edhe në ndërmarrjen që menaxhon me trenat. Në reagimin e Trenkosit u bëhet thirrje qytetarëve të raportojnë çdo veprem të dyshimt apo të rrezikshëm në afërsi të linjave hekurudhore. Ne u bëjmë thirrje prindërve, edukatorëve dhe komunitetit në tërësi që të edukojnë të rinjt për pasojat e rënda që mund të shkaktojnë veprime të tilla. Vandalizmi ndaj trenave nuk është lojë, është krem që mund të marrë jetë njerëzish. Kjo ngjarje nuk është e vetmja e këtij lloji. Në ndërmarrjen Trenkos ankohen vazhdimisht për sulme të ngjashme me gur në drejtim të trenave. Për pasojë, shumica e vagonëve i kanë xhamat e thyer. Në fillim të prillit, disa vagon u dëmtuan në stacionin hekurudhor në Han të Elezit, vetëm pak ditë pasi ishin riparuar me një investim prej 423.000 eurosh. E në fund vitin e shkuar, trenat me udhëtar u sulmuan disa herë. Madje në një rast në tetor ishin vendosur gur mbi binar, të cilët janë hasur nga makinistët, duke shmangur një fatkeqësi të mundshme. Sipas raportit vjetor të Trenkosit, në vitin 2024, trenat për udhëtar janë riparuar 70 herë, kryesisht për shkak të dëmtimeve dhe vandalizimit.